Tre persona janë vënë pranga nga policia në Vlorë pasi dyshohet se kanë dhënuar dhe kanë tentuar të marrin peng një 35 vjeçar lagjen Hajro Çakëri. Sipas informacioneve zyrtare, të arrestuarit janë identifikuar si Xhevair Islamaj 31 vjeç, Klodian Hysenaj 34 vjeç dhe Mario Zekaj 20 vjeç, të tre banues në Vlorë. Gjëra ka ndodhur pas një konflikti mes tyre dhe viktimës, i cili është dhunuar me 2 pistolete gjatë përplasjes. Policia e Vlorës ka ndërhyrë menjëherë pas njoftimit dhe ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar, duke sekuestruar si prova materiale një pistolet sportive dhe 2 automjete. Nga hetimet paraprakë rezulton se të përfshirët dhe i dëmtuari janë banorë të së njëjtës zonë dhe konflikti dyshohet se ka nisur për motive të dobta pas një debati në rrjetin social TikTok. Megjithatë, këto dëshmi po trajtohen në rezerva nga policia, i cili nuk përjashton mundësinë që ngjarja të ketë lidhje me konflikte të tjera, përfshirë dhe aktivitete të dyshuara të palishme, duke qenë se viktima ishte kthyer vetëm pak ditë më parë nga jashtë vendit. Prokuroria ka nisur hetimet për vepra penale, kanosje dhe plagosje rënë në dashje, ndërsa vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.